bo një farë fake. Aja shoqe të vërteta pastaj. So shoqet vërteta kanë qenë. Se ka shoqet që dinë për shembull sekretet e tua e krejt, po nuk i marrin për të kes, nuk i marrin për dobësi edhe nuk i shfrytëzojnë që ato të këqija tuat për me përfitu për vete. Edhe kjo është ma e keqe që mundet me ndodhë, jo veç për shoqen, po edhe në shoqënim. Ama edhe thash edhe ma herët që është fat qëtash edhe është tepër sa një rallë kur e kini shoqe tepër të mirë. Edhe jam shumë happy për qëtash edhe për vetën tame se qëtash jam shumë mirë, për kështë edhe për njerë që i shoqe kanë shoqëni në shnosh, për një me gzona, se është shumë sa një rallë. Po nëse i ruan ato sekretet ose ke ato barierat me një shoqe, a mund tjetë shoqe e vërtet, mandja, duhet besojmë ta i raport, sa mund të konsiderohet shoqëri e vërtet ajo? Tani, unë besoj që, ashtu se e tha, unë mendoj që e duhur është që me punu në raporte, unë si jam person që shkoj mbrapa nëse diçka nuk është ka shkon në regull, mundona mi regullu edhe me bisedu nëse diçka ka shkon në regull. Pa tjetër, më ka ndodhë që tani nuk kam kontakt, rritesh, gjërat ndryshojnë me një shoqëri që mbas e kam pas hoxha të afërt përpara, nuk e kam tani, është sendi më normal në botë, por që nuk e di që e kam në e person që nuk flas me to, ose ka përfundu në mënyrë të keqe, unë e kam me pa tjetër që mi regullu sendet në çdo... Du të i regullon marrëdhënie dhe pastaj i shkëput. Po, thjesht ka ndodhë që gradualisht jeta ka ndryshu edhe thjesht është shkëput si raport, po jo me dëshirë, thjesht ashtu ka funksionu. Por që unë besoj, ose në shoqërinë time se i funksionon, mendoj që dush me tregu vetën në të vërtet, se në momentin që njerëzit të akceptojnë, kur ti ka tregon në të vërtet vetën, në këtë rast në tregoj sekretet e mia, tani nëse ta marrin për dobësi, leja ati personi tjetër. Unë mundona me tregu maksimum vetën time, që nëse personi tjetër në këtë rast shoqja më zgjedh, që me qenë shoqja imja, duhet me m'njoft në të vërtet se kënësh ka zgjedh. Njëjtë send kam qef edhe unë me pas shoqe, që është kam beso mjaftushëm që me mujtë me qenë mjaftushëm shoqe e imja që me besu moralin tim, në këtë rast moralin që kam i mbajt sekretet edhe që s'kam ja përdor me të keq. Kjo pjesa e xhelozis, a mendoni që pak a shumë ndoshta po ndikohet edhe është shfaqur shumë për shkak të rrjeteve sociale, të trija jeni vajza të rrjeteve në Instagram, TikTok, sa ndjeni këtë konkurrencën, sidomos në rrjete, dhe mos e ka shtu kjo ndoshta edhe konkurrencën mes vajzave më shumë? Menoj që xhelozia ka lind puna që shumica femnave bojnë një fake life në Instagram, edhe tani munon, tani mu shty me njëna tjetrën, që aja ka fillu xhelozin. Tishin konkret vetvetja, nuk menoj që kish pa xhelozi. Një send looks me qit, pak se me njerë femnat, xhelozojnë që atë edhe tani veç fillojnë xhelozit. A ka pas ndonjë rast konkret Adia që e ke ndjek këtë xhelozi, edhe që ndoshta edhe dikush ta ka shpreha, për shembull të ka thonë, ti e ke një që ajo është të xhelozu, për shembull një shoqe në këtë rast? S'kisha dosht me folë për që në ke rënë pas. Për të Lentiana? Jena pak ma publik. Nëse vesh në tavolinë e kishëm prejtë. Po, valla. Lentiana, mendon që rrjetet sociale ndoshta po e rrise, në fakt keqësisht. Po e bëjnë më dukshme. Xhelozin. Ma dukshme xhelozin, rrjetet sociale. Okej, po, munden, po mire tha edhe Adia që nëse je vetvetja dhe bën që ato që ki ti dëshirë edhe postën që ato, atëherë normal që ka me pas, je vetvetja edhe nuk mundet kërkush me ndryshu të ti. Në qoftë se ti merë gjithmonë, për shembull, ideja ose gjana tjera prej rrjeteve sociale, kështu, atëherë është mirë, po apet mundohem me qëndru vetvetja sepse nuk ka me mujtë kërkush me ndiku. Unë po nisna prej vetës për shembull, e kom pas kret një ide tjetër për të ardhmen, edhe veç i kom pa influencers edhe kom thonë edhe më po dujtë shto. Po jo për xhelozi, veç i inspirem. Veç po du me tregu adin që njerëz ndikon te për shumë për rrjeteve sociale edhe tani... Prandaj në këtë nivel, rrjetet sociale janë shumë të rëndësishme, mendoj që